kujto, do bëhemi përsëri vonë për shkollë. Prit, unë nuk dua që t'jem e vetme. Si na ndodh gjithmonë kështu neve? Sepse flemo vose macja ime, Zoe. Do të presim më. Tani, më lër të qetë. Hapu nga rruga, Zoe! Sa afër ishte kjo? Me qëra fjala për të qenit mace ishin disa lëvizje të papara. Po, dhe ja dole më së miri qëre në këmbë. Po, edhe them se ja dola, Dhe me qëra fjala për këmbët vajza bëjnë mirë që të lëvizin tonat. Tani që po flasin po mbyllin dyert e shkollës. Duket shumë afër Merilut, ç'mendon? Do t'ja dalin? Do t'ja dalin. Dhe nga ajo lëvizje e bukur këmbësh që bëri, Zoe na tregoi se di të bëjë diçka tjetër, skuadrën tonë të gjimnastikës. Isn't the path we choose, but there's so much we could lose. Team up, are you up for it? Put your hand in mine, it's a perfect fit. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world when you're falling in love. If we band together like birds of a feather, we'll be friends forever, going up, up, up. Team up, cause it's not too late. We could save the day if we collaborate. Team up, cause it's up to us, but it's hard to save the world. Yeah, it's hard to save the world when you're falling in love. Përshëndetje vajza. E dini kush jam unë? Një vajzë ka haruar pantallonat? Në fakt unë jam Mary Lou Smithi, kapiteni e skuadrës së gjimnastikës. Gjimnastikës? Na thuaj, si është puna e pantallonave? Këto janë pantallonat tona, vajza, quhen uniforma. Dhe kemi dhe një palë tepër për ty. Zoe, pra si thua, do i bashkohesh skuadrës së shkollës me ne? Si maskoja e skuadrës? Si notare? Nxitse tifozësh? Gjimnaste. Me gjimnastik fiton! Duam që të bëhesh pjesë e skuadrës, Zoe, njëra nga ne. Është vërtet shumë e rëndësishme. Duam të fitojmë një çmim këtë vit dhe mendojmë se mund të na ndihmosh. Nëse stalim në treshën kryesore, atëherë ata do na shkrijnë skuadrën tonë. Çfarë ju bën të mendoni se mund të sjell ndonjë dobi në gjimnastik? E humba ekuilibrin nëse kalon ndonjë djalë simpatik edhe. Sepse pam hedhjen tënde të trefisht me shpinë dhe rrotullim gjysmë boshti në rrugë sot në mëngjes. E po ishte... Prisni një sekondë. Ishte fuqia ime sekrete. E dini se kush rri më shumë në palestër, Marku? Aty praktikon kendon. Po, mund ta impresionosh duke ju bashkuar skuadrës së gjimnasteve. Aty me siguri do t'i bjerë në kokë për ty. Të më shumë me atë uniformë si reck, asnjëherë. E vlerësoj ofertën, por nuk besoj se përshtatem shumë me gjimnastikën. Oh, sa keq. Unë shpresoj të mos arrinim deri këtu. E drejt! Lëshojeni ato, është... ju falë! Aty, tani s'është edhe aq keq, apo jo? Jepi, kujdesu për veten. Hey, e po kështu nuk dukem shumë keq, a? Wow! Në fakt do thosha se dukem për bukurim me këtë kostumin, a? Atëherë si thua, do e bësh një përpjekje? Sigurisht, se jo, Mary Lou. Sa e vështirë mund të jetë kjo puna e gjimnastikës? Më shpejt zonja, forca, pa dhimbje s'ka fitore. Me këto po merremi që të fitojmë. Nxitojini ato muskuj. Hey, kjo këtu duket si një top. O jo, ma duket se po kaloj një moment shumë miau tani. Miau, au, au. Miau. Se kontrolloj dot veten, duhet. Te topin. Që nga me të vërtet e zonja. Po çfarë po bëj kështu?
manitshme. Mbyllja mund të ketë nevojë për pak punë, por në përgjithësi do thosha se ishte një nga rregullat më të mira që kam parë për të luajtur. Po, mirë, edhe pak më shumë praktik dhe do jemi gati për finale. Po zonj! Dhe për kuluni kapeni dhe gjuajni, dhe për kuluni kapeni dhe gjuajni. Dhe gjuajtje? Pikërisht ashtu Zoe. Si kujton se bëhemi kaq elastike në gjimnaste? Vraponi zonja, po vraponi si një tufë nxitse tifozash. Le të shkojmë. Shkojmë, mos më detyroni të kthehem aty. Të provojmë edhe një vrull përpara. E drejt, vrullu përpara. Mirë, tani mundohet t'i ngrish më lart gjunjët. Trin gjurin e djathtë. Në fakt, ndoshta më mirë të marrësh një bicikletë. Mos u lodhni tani, gjërat e forta s'kan ardhur ende. Ekipi i gjimnasteve të ka parë duke përdorur fuqitë tua sekrete, Zoe? Mendoj se është e mrekullueshme. Aktivitetja shkollor, aftësi sociale, shëndet më i mirë të bëjnë të jesh njëri më i gjithanshëm. Sigurisht se, siç po e tregon dhe Zoe, kjo nuk mund të ndodhë domosdoshmërisht brenda natës. Apo e kam gabim, Zoe? Gjimnastika të gryen. S'do t'ja dal dot nëse nuk përdor gjatë gjithë kohës fuqitë e mia sekrete. Se nuk e bën Zoe, do bëheshe me siguri gjimnastja më e mirë. Ti ke të drejtë, Bridget. Unë duhet që kjo do lehtësonte shumë gjatë gjithë kohës trajnimin çmendurak. Sigurisht kjo është çështja me fuqitë sekrete. Duhet të qëndrojnë sekrete me dormos. Kush e thot që duhet jetë në një farë mënyre sekrete? Jeta ime ka shumë sekrete, dashuri sekrete, ditare sekrete. Çfarë the? Ditar sekret? Me zë të lartë tashun këtë, s'doja ta thoja. Shiko, pyet e Eliotin se ç'mendon. Ndoshta ai mund të orientojë në një drejtim të duhur. Ide shkëlqyer, Wesley. Por besoj se është i zënë tani. Elliot! Hey, a je aty? Jam Zoe. E di që është në shtëpi. Çfarë budallaj? Po pozon për veten e vet? Ja si qenë ka dhoma ti. Goxha bosh, i duhet shumë hapësirë për egon e ti. Hapitem se përse sillet kështu. Pyes veten se çdo mendoj njerëzit po të shihnin dhomën time. Pyes veten se... Çfarë po bën? Po më përgjon, po më ndjek si një mace, largohu bish. Unë nuk po të përgjoja edhe nuk jam një bisht. Doja bish. Mos po kërkoje gjë? Po si. Edhe ky Elliot. Edhe të mendosh që do i kërkoja një këshill. Por nuk ka rëndësi. Corina kishte të drejtë. Unë nuk mund t'i përdor fuqitë e mia sekrete për gjimnastik. Kam për të shkuar atje nesër që në mëngjes, edhe do t'i them se unë heq dorë. Të marrë dashurinë! Oh, ç'kemi Zoe? Da tash! Alarm gjenjas! Ç'kemi Mark? Po praktikosh në orët e vona, a? Po. Pa lodhje nuk ka fitore, apo jo? Më thuaj, është e vërtet që je bërë gjimnaste? Po. Budallalëk, ë? Jo, në asnjë mënyrë. Më duket e mrekullueshme që jemi skuadrën. Mezi po pres të bëj tifo. Ashtu? Plotësisht. Shihemi Zoe. Hey, ndoshta po të më bëj Marku tifo, unë nuk do të kem nevojë për fuqitë e mia sekrete. Gjimnastika është e paparë. Oh, wow, ke ardhur herët. Po, padhimbje s'ka fitore, jam e sigurt që ju e dini se si është. Po, më vjen mirë të shoh që e ke marrë kaq seriozisht. Faleminderit, Merilu. Tani le të fillojmë vrapin. Kemi shumë punë për të bërë. Filloni, vajza. Me këtë po merrni. Mbajni gjunjën lart, mbani ritmin. E dëgjuat vajza? Padhimbje s'ka fitore dhe ky është vetëm fillimi. Shikoni sa bukur, Zoe është shumë e përqendruar.
Po, ajo duhet ketë ndonjë dhunti të veçantë. Duhet ta habis Markun. Duhet ta habis Markun. Duhet ta habis Markun. Po, jo për t'u lavdëruar, por unë besoj se më në fund arrita ta bind me fjalimet e mia motivuese. Marku do të bëj tifo për mua. Marku do të bëj tifo për mua. Je mirë aty, Zoe? Po, besoj se po. U hutova shumë pas gjimnastikës. Rutinës? Oh, mirë, kjo është e kuptueshme. E di se sa shumë do të më impresionosh, por ndoshta duhet të ndalojmë gjithsesi fundja. Takimi i madh është nesër në mëngjes dhe kemi të gjitha nevojë të jemi në formën tonë më të mirë. Wow, gjithë këta njerëz. E po të paktën nuk ka ndonjë që unë e njoh. Sa sikletshme do ishte. Ç'kemi, Zoe? Dita jote e madhe, a? Po, më bëhet shumë qefi që mund të vije. Në një farë mënyre më detyruan. Por do t'jemi atje në orës të parë, vetëm ose prish. Po, e pa parë, mezi po pres. Dhe tani përfaqëson gjimnazin Mountain Valley, Zoe Hanson. Forca, jepi Zoe, jepi! Zulu Zoe, nuk ja dalësh. Po, Zoe, ajo do të na bëj kampione sot. Zulu Zoe, po ja dalësh. Po, këtu qenë kanë të gjithë përveç njeriu që më duhet mua. Marku, po ku mund t'jetë ai? Mezi po pres të bëj tifo për ty, Zoe. Pa fuqitë e mia apo pa Marku nuk di se çfarë të bëj. Jepi, Zoe, fillo. Forca, Zoe, ne të gjitha mbështetemi tek ty. E ardhmja e skuadrës varet nga ty, Zoe. Mos u shqetëso, Zoe, jam këtu. Vetëm mendo për mua dhe do t'ja dalësh për mrekulli. S'di ndonjë lloj nxitje për frikë skene. Asun. Forca, bëhe si në stërvitje. Po, vetëm këtë herë mos e prish, mos u nxito. S'ka kuptim. Nuk e bëj dot. Të gjithë mi kanë ngulur syt. Ku e kanë futur kështu veten? Zoe, më falë që erdha shumë vonë. Ai nuk ka haruar. Mund t'ja dalësh, Zoe. E di që mundesh. Bukur! Ç'është kjo këtu? Shqisat e mia dalluan një miau. Një miau që do të mbetet pa putra. Çfarë? Alarm petasit! Alarm petasit! Duhet i nxjerrim çiktej këta njerëz. Zjar! Braponi! Zoe! Çfarë po ndodh? Është dreni! Duhet ta ndalojmë! Nxito, Zoe, duhet të largohemi, Zoe. Zoe? Vërtet që nuk heq dorë, apo jo? Sigurisht, jam një fans.
Besoj se mund të thuash që rutina jote më frymëzoi vërtet. Po çfarë është kjo gjë? Oh, mrekulli, një tjetër predasit. Edhe i madh madje. Kemi për ta zvogluar. Kristali i fuqisë. Shërim! It's not how we dress or what we possess. From the very start, it was there in our heart. When we get together, we know what to do. 'Cause me plus you equals Mew Mew. We got the animal instinct. Nothing can stand in our way. We got the animal instinct. Change the world if we start today. We can change the world if we start today. We got the animal instinct. Stili miau miau, nuri miau miau, në fytyrën tënde fuqia miau miau. Mos u shqetëso, Zoe, merre mund. Kape këta. A je mirë? Mirë, tani është rradha jote. Mos u shqetësoni, miau, për këtë jam stërvitur. Nuk po ndodh asgjë këtu. Mirë, miau, ta bëjmë këtë. Shigjet zemër. Gështenja luftimi. Sulval deti. Dhe tani për goditjen e fundit. Këmban lule shtyve. Fuqi e plot. E shishme. Fat. Dhe fituesi i garës për sot është gjimnazi Carmen Hill. Dhe në vend të dytë, një grup që ka një të ardhme të mrekullueshme para vetes, gjimnazi Mountain Valley. Wow, vendi i dytë duket pak i dobët, po të mendosh që Zoe ndihmoi në shpëtimin e të gjithëve. Vetëm mos harro. Këta njerëz nuk ja kanë fare ide. Faleminderit për gjithçka, Merilu. Do doja të rija edhe pak, por jam shumë e zënë tani. Ne ndjehemi me fat që të kemi pasur në skuadër, qoftë edhe për pak kohë. Je shumë e talentuar. Po, je papar. Ktheu kur të duash, Zoe. Vajza, kjo është shumë e rëndësishme për mua. Faleminderit që erdhe sot, Mark. Ishte ndryshim i madh. Më bëhet qefi që mundën të rikualifikohem pas herës së fundit. Çfarë të merri? Po, ishte e çuditshme, a? E po, ende nuk e di. Shpresoj që të mbetet kështu. Është bukur të di nëse ai më pëlqen për këtë që jam, me siguri. Dashuria është vërtet një ajër. Dashuria është edhe era e peshkut? Hey! Nga vjen ti voglush? Oh, sa i lezetshëm që qenë nga. O jo, shpresoj që të mos më demaskoj. Mjaft, kjo është vulgare. Është e lagë, është me këtë gjuhë që më lëpin kështu. Hey, dukeni sikur jeni miq të vjetër.
duket sikur ke shpëtuar jetën ose diçka e tillë. Unë besoj se